e qetë, o gurzes, e mbuluar nga hijet. Një anije fantazme që qëndronte e heshtur në qiellin gri dhe shiun e rënd të gjirit të Galvestonit, Texas. Një sekret i mbyllur prej gati një shekulli, një dritë që nuk duhej të ekzistonte. Dhe një grua e vetme që pa diçka që askush tjetër nuk mundi të shpjegonte kurrë. Qëndroni me ne sepse kjo histori nuk është thjesht një mister, është diçka që sfidon logjikën, historinë dhe vetë realitetin. E qetë, o gurzes, e mbuluar nga hijet. Kështu qëndronin mbetjet e USS Selma në qiellin gri dhe të rrahur nga shiu të gjirit të Galvestonit në Texas. Një fantazm anijeje, masive për boshe, gjysme e goltitur nga dallgët dhe koha. Trupi i saj qarë prej betoni dhe nga uji si kafazi i brinjeve të një leviathani të vdekur prej kohësh. Zgavrat e errta përshpëritin histori që oqeani refuzonte t'i tregonte. Në një mëngjes të vetmuar e të lagur nga shiu, një grua aventuriere me emrin Grace Benson lundroi drejt rënojës me kajakun e saj portokalli të ndezur. I vetmi ngjyrim në një peizazh të zbehur, një ngjyrë që nuk duhej të ekzistonte pranë një vendi si ai. Grace nuk ishte thjesht një eksploruese e zakonshme, ajo jetonte për të ndaluarën, të braktisurën, të panjohurën. Anijet e fundosura ishin tempujt e saj të shetë dhe sekretet në ndalk ishin shkrimet e saja. Por USS Selma kishte një aur tjetër. Peshkatarët lokal e shmangnin, zogjt rrallë uleshin mbi të, edhe guidat turistike refuzonin t'i afroheshin gjatë baticës së ulët. Grace e dinte këtë, dhe megjithatë ajo shkoi, sepse kurreshtja e vërtet, ajo që digjej brenda, të tërheq drejt e gjërave që nuk duhet t'i shohësh kurrë. Pa e ditur, ajo ditë do ta detyronte rënojen të zbulonte diçka që kishte mbajtur të fshehur për gati një shekull. Para se të vazhdojmë, shtypni butonin like, abonojeni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Grace lundroi në heshtje në përgjigj. Pikat e shiut e binin lart mbi kajak si prekje gishtash. Bubullima murmurinte larg. Sa më shumë që afrohej tek rënoja, aq më shumë dukej sikur bota zbehej, sikur edhe stuhia nuk donte të shqetësonte atë që flinte brenda asaj anijeje. Pastaj ajo e pa. Në fillim, unë ngri në vend. Varga e saj ndaloi. Vozitësi i saj mbeti pezull mbi ujë. Atje thellë brenda skeletit të betonit të qarë ishte një dritë e zbetë e ngrohtë portokalli. Dritë. Grace mbylli sytë dhe i hapi sërisht, u përqendrua. Nuk u zhduk, dridhe i lehtë. E pamundur, përshpëriti, ndërsa zemra i rikte fort. Nuk kishte linja energjie pranë rënojës, nuk kishte rrym, nuk kishte arsye, absolutisht asnjë arsye që një dritë e ngrohtë të ndriçonte brenda një anijeje të braktisur që nga viti 1922. Instiktet e saj të një eksplorueseje me përvojë u zgjuan dhe po shtyre një fije frike. Por kurreshtja e mbyti shpejt, ai u afrua më shumë. Shiu zbut, por era u forcua, duke lëkundur kajakun ndërsa kalonte mes pllakave të mprekta të betonit që dilnin nga uji. Rënoja qëndronte mbi të, masive shtypëse një monument i historisë së harruar. Drita u bë më e fortë, jo verbuese, por e qëndrueshme, e gjallë. Prej nga vjen kjo, përshpëriti ajo. Fryma i dukej në ajrin e ftohtë. Mendja e Grace-it vraponte me mundësi. Një shaka, një peshkatar i bllokuar, një eksplorues tjetër. Por edhe atëherë, si do ta mbalte një llampë të ndesur kaq gjatë? Dhe pse brenda një vrime mezi sa mjaftonte për të kaluar një njeri? Ajo drejtoi kajakun drejt një hapjeje të vogël, një hapje që nuk e kishte vënë re kurrë më parë. U përkul dhe pa brenda ishte një dhomë e ruajtur, pothuajse e paprekur, ndryshe nga rënojat përreth. Gryka ju shtrëngua, diçka nuk shkonte. Jo në kuptimin e rrezikut, por në kuptimin historik. Anijet e fundosura nuk ruajnë dhomat të paprekura, jo në ujë deti, jo pas 90 vitesh. E megjithatë, ja ku ishte, një dhomë e ngrirë në kohë,
e ndriçuar nga shkëlqimi i ngrohtë i një lampe vaj, një lampë që dukej si nga muzeu. Zemra i rikte fort, frima ju bëhej cekët, por ajo shtyu frikën me njanë. Grace jetonte për zbulime si kjo. Ajo u afrua edhe më shumë, dhe ajo që pa e nguli në vend. Brenda dhomës, me një argë drurit të kalbur, qëndronte një lampë e vjetër me kornis prej bronzi dhe xham anash që ndriçonte ngrohtë. Lampat nuk digjen për dekada, ato kanë nevojë për vaj, mirëmbajtje, oksigjen. Për kjo digje i qetë, sikur dikush ta kishte ndezur pak çaste më parë, dikush që nuk do i ishte aty. Përshëndetje, thiri ajo me kujdes. Vetëm pikat e ujit ju përgjigjen, ajo u tërhoq. Duart i dridheshin. Kjo ishte gabim, e pamundur, por reale. Grace bëri atë që do të bënte çdo eksploruese e përgjegjshme, u kthye në breg. Por rruga e kthimit ndihej më e rëndë, si të ishte trashur vetë gjiri rreth saj. Ajo shikonte pas vazhdimisht, me ndjesinë se dikush po e vëzhgonte. Në tokë, ende duke u dridhur, ajo e raportoi me një zbulimin. Fillimisht autoritetet menduan se ishte reflektim drite, por kur ajo përshkroi dhomën, stilin e llampës dhe ndodhjen, ata filluan ta merrnin seriozisht. Historia ndetar rruthiren. Roja bregdetare dërgoi ekipe, zhytes amator mbritën. Grace pa dashje kishte ndezur një zjarr kurreshjeje në Galveston. Brenda orësh, thashë themet u përhapën. Ka drita në Selma, dikush jeton aty, është e mallkuar. Media u përfshi, arkeologët kërkuan akses. Interneti shpërtheu me teori. Disa thoshin se ishte mashtrim, të tjerët e quanin paranormale. Një teori e ftohtë Gracein më shumë se të tjerat e ftohu. Po si kur dikush të jetonte ende aty? Të nesërmen ajo u kthye me hetuesit. Lampa ishte aty, por ishte e fikur. Dhoma dukej më e ftohtë, më boshe, si të ishte larguar diçka me të. Asnjë gjurmë, asnjë shenjë, asnjë e prekur. Dhe megjithatë, ajo betohej se i kishte para të ditë. Ekspertët studiuan vendin për ditë të tëra. Asnjë shpjegim logjik nuk qëndronte, edhe historianët u dorëzuan. Deklarata zyrtare ishte e thjeshtë. Shkaku i dritës raportuar në rënojat e USS Selma mbeten të panjohura. Lampa nuk u ndes më kurrë. Muajt kaluan, Grace u kthye shumë herë, por asgjë nuk ndodhi. Historia u përhap përtej Teksasit, eksplorues. YouTuber, kërkues emocionesh, rënoja u kthye në vend pelegrinazhi. Por Grace mbeti e heshtur. Ajo kur nuk e zbukuroi historinë. Ajo thjesht tha të vërtetën. Pash një lampë të ndezur në një dhomë, por nuk duhej të ekzistonte. Dhe askush kur nuk e përgënjeshtroi dot. Një vit më vonë pothuajse në të njëjtën ditë, Grace lundroi për herë të fundit drejt Selmës. Uji ishte i qetë, qielli i kthjellët, rënoja e heshtur. Ajo ju afrua hapjes. Gjithçka ishte njësoj. Pastaj ajo ndjeu diçka, një ngrohtësi të lehtë në faqe, një dridhje në ajër, një shkëndi në cep të shikimit. Ajo përkul përpara, por kur mbylli syt dhe i hapi sërish, drita ishte zhdukur. Ajo përshpëriti butë. Kushdo që ishte, unë e pash. Ende e mbaj mend. Uji përplasej lehtë në kajakun e saj, sikur t'i përgjigjej. Ajo u larguan ngadalë. Rënoja mbeti errët, e heshtur, duke ruajtur sekretet e saja, po aq fort sa fundi i oqeanit. Deri më sot, misteri i dritës brenda USS Selma mbeti i pasgjidhur.